Çdo ditë, brenda trupit të njeriut, zhvillohet një betejë e heshtur, një betejë që shumica e njerëzve nuk e ndjejnë derisa pasojat të bëhen të dukshme. Dhimbje të kyçeve që shfaqen pa shkak të qartë, lodhje kronike që nuk largohet as pas gjumit të mjaftueshëm, probleme të lëkurës që përsëriten pa pushim. Të gjitha këto kanë një emërues të përbashkët, dhe ai quhet inflamacion kronik. Inflamacioni në vetvete nuk është armik. Përkundrazi, ai është një mekanizëm mbrojtës i trupit. Kur dikush preket ose infektohet, sistemi imunitar aktivizon inflamacionin për të riparuar dëmtimin. Ky është inflamacioni akut dhe ai është i dobishëm. Por problemi fillon kur ky proces nuk ndalet, kur trupi vazhdon të prodhojë substanca inflamatore edhe pa pasur një kërcënim real. Atëherë krijohet inflamacioni kronik. Dhe pikërisht ky lloj inflamacioni lidhet me sëmundje të zemrës, diabet të tipit të dytë, sëmundje autoimune, madje edhe me disa forma të kancerit. Shkenca moderne ka zbuluar diçka thelbësore. Ushqimi nuk është thjesht karburant për trupin, ai është informacion biokimik. Çdo ushqim që hyn në organizëm dërgon sinjale molekulare që ose e qetësojnë ose e përkeqësojnë inflamacionin. Dhe ka disa ushqime të veçanta që shkenca i ka identifikuar si armë të fuqishme kundër këtij procesi shkatrues. Ja cilat janë 7 prej tyre. Ushqimi i parë, shafrani i Indis, ose siç njihet ndryshe, turmeriku. Shumica e njerëzve e njohin shafranin e Indis si një erëz që jep ngjyrë të verdhë në ushqim, por pak e dinë se brenda kësaj erëze fshihet një substancë e quajtur kurkumin, e cila është studiuar në mbi 6.000 studime shkencore deri më sot. Kurkumina vepron në nivel molekular, duke bllokuar një proteinë të quajtur NFKB, e cila është si një çelës kryesor që aktivizon qindra gjene të lidhura me inflamacionin. Asnjë ilaç sintetik nuk e bën këtë me të njëjtën saktësi pa efekte anësore të rënda. Por ka një detaj që bën diferencën e madhe. Kurkumina e marrë vetëm ka një përthithje jashtëzakonisht të ulët nga organizmi. Trupi e eliminon atë para se të arrijë të veprojë. Megjithatë, kur kombinohet me piperinën, një substancë që gjendet në piperin e zi, përthithja e kurkuminës rrithet deri në 2000%. Kjo do të thotë se pa piperin e zi, shumica e kurkuminës shkon dëm. Gjithashtu, kurkumina është e tretshme në yndirna, prandaj marrja e saj me një burim yndyre, si vaj i ullirit ose avokado, e rrit edhe më shumë efektivitetin e saj. Një fakt tjetër pak i njohur është se kurkumina kalon barierën gjak-tru, që do të thotë se ajo mund të ulë inflamacionin edhe në inde të trurit, diçka që shumë pak substanca natyrore arrin ta bëjnë. Ushqimi i dytë, gjinxheri ose zinxhiber officinale. Gjinxheri është një rrënjë që përdoret prej mijëra vjetësh në mjekësinë tradicionale, por vetëm në dekadat e fundit shkenca ka kuptuar pse ai funksionon kaq mirë. Brenda gjinxherit gjenden substanca të quajtura gingerole dhe shogale, që inhibojnë enzimat COX-2 dhe LOX-2, të njëjtat enzima që synojnë edhe ilaçet antiinflamatore jo steroidale, si ibuprofeni. Por ndryshimi thelbësor është ky. Ndërsa ibuprofeni bllokon vetëm një rrugë inflamatore dhe shkakton dëmtime në mukozën e stomakut me përdorim të zgjatur, gjinxheri vepron në disa rrugë njëkohësisht dhe njëkohësisht mbron mukozën gastrike. Ai në fakt stimulon prodhimin e mukusit mbrojtës në stomak, duke vepruar në mënyrë krejt të kundërt me ilaçet sintetike. Një zbulim të viteve të fundit treguar se gjinxheri ndikon edhe në mikrobiotën e zorëve. Ai favorizon rritjen e baktereve të dobishme, si Lactobacillus dhe Bifidobacterium, që prodhojnë acide yndyra me zinxhir të shkurtër. Këto acide, veçanërisht butirati, janë karburanti kryesor i qelizave të zorës së trash dhe luajnë rol kyç në uljen e inflamacionit sistemik. Studimet kanë treguar se konsumimi i 2 deri në 4 gramve gjinxheri të freskët në ditë mund të ulë ndjeshëm nivelet e proteinës C reaktive, një nga treguesit kryesor të inflamacionit në gjak. Ushqimi i tretë, peshku i ujrave të ftohta, veçanërisht sardelet dhe skumbria. Kur flitet për peshkun dhe inflamacionin, shumica e njerëzve mendojnë menjëherë për salmonin, por në realitet, sardelet dhe skumbria përmbajnë përqendrime më të larta të acideve yndyrove omega-3, veçanërisht EPA dhe DHA, dhe njëkohësisht kanë nivele shumë më të ulta të metaleve të rënda si mërkuri krahasuar me peshqit e mëdhenj. Ajo që e bën omega-3 kaq të veçantë nuk është thjesht fakti që ul inflamacionin.
EPA dhe DHA shërbejnë si lëndë e parë për prodhimin e substancave të quajtura rezolvin, protektin dhe maresin. Këto janë molekula që trupi i përdor për të zgjidhur inflamacionin në mënyrë aktive. Shumica njerëzve nuk e dinë se inflamacioni nuk ndalet vetvetiu. Trupi ka nevojë për këto molekula specifike për ta fikur procesin inflamator. Pa omega-3 të mjaftueshme, trupi thjesht nuk ka mjetet për ta ndalur inflamacionin edhe kur ai nuk nevojitet më. Një detaj tjetër kritik është raporti omega-6 ndaj omega-3 në dietë. Dieta moderne perëndimore ka një raport që shkon deri në 25:1 në favor të omega-6, ndërsa trupi i njeriut është evoluar me një raport afërsisht 1:1. Ky çekuilibër krijon një mjedis konstant proinflamator. Konsumimi i rregullt i sardeles dhe skumbrisë ndihmon në ribalancimin e këtij raporti. Ushqimi i katërt. Brokolia me filiza, jo vetëm lulzat. Brokolia është ndër ushqimet më të studiuara në fushën e ushqimit antiinflamator, por shumica e njerëzve hedhin pikërisht pjesën më të vlefshme të saj, filizat e reja. Filizat e brokolit përmbajnë deri në 100 herë më shumë sulforafan se brokolia e pjekur. Sulforafani është një substancë që aktivizon një rrugë sinjalizimi të quajtur NRF2, e cila është si një çelës kryesor për mbrojtjen antioksiduese të trupit. Kur NRF2 aktivizohet, ai hap prodhimin e qindra proteinave mbrojtëse, përfshirë enzima që neutralizojnë radikalet e lira, enzima që ndihmojnë në detoksifikimin e substancave të dëmshme dhe proteina që ulin drejt për drejt inflamacionin. Detaji që bën diferencën më të madhe është mënyra e përgatitjes. Kur brokolia nxihet ose skoqitet në temperaturë të lartë, një enzim e quajtur mirosinaz shkatrovet. Pa këtë enzim, trupi nuk mund ta kthejë glukozinolatin në sulforafan. Zgjidhja është e thjeshtë, por pak e njohur. Nëse dikush e gatuan brokolin, mjafton të shtojë pak fara mustarde ose rrepk të grirë pas gatimit. Këto përmbajnë milosinaz dhe riaktivizojnë procesin e konvertimit. Një zbulim tjetër interesant është se sulforafani kalon barierën gjak-tru dhe ul inflamacionin neuronal, duke e bërë brokolin një aleat të rëndësishëm për shëndetin e trurit. Ushqimi i pestë. Vaji ekstra i virgjër i ullirit, por vetëm ai i vërtet. Vaji i ullirit ekstra i virgjër përmban një substancë të quajtur oleokantal, e cila u zbulua në mënyrë të rastësishme nga një farmacist, kur vuri re se vaji i mirë i ullirit shkaktonte të njëjtin irritim në fyt si ibuprofeni. Më vonë u vërtetua se oleokantali vepron me të njëjtin mekanizëm si ibuprofeni, duke inhibuar enzimat COX-1 dhe COX-2. Por dallimi thelbësor është se oleokantali nuk ka efektet anësore gastrointestinale dhe kardiovaskulare që shoqërojnë përdorimin e zgjatur të ilaceve antiinflamatore. Përveç kësaj, vaji i ullirit përmban edhe hidroksitirosilin, një antioksidant që është i aftë të neutralizojë radikalet e lira me një eficiencë shumë më të lartë se vitamina C. Detaji që bën diferencën më të madhe është që tregu është i mbushur me vaj ulliri të falsifikuar ose të cilësisë së ulët. Një vaj ulliri ekstra i virgjër duhet të ketë një shije pak të hidhur dhe pikante. Hidhëria tregon praninë e polifenoleve, ndërsa pikantia tregon oleokantalin. Nëse vaji nuk ka asnjërin nga këto cilësi, atëherë ai nuk ka substancat antiinflamatore. Gjithashtu, vaji i ullirit duhet të ruhet në shishe të errta dhe larg dritës, sepse polifenolet degradohen nga rrezatimi ultraviolet. Studimet kanë treguar se konsumimi i 30 ml ose 40 ml vaj ulliri ekstra i virgjër në ditë mund të ulë ndjeshëm markuesit e inflamacionit brenda vetëm 6 javësh. Ushqimi i 6. Kërpudhat medicinale, veçanërisht reishi dhe çaga. Kërpudhat nuk janë as bim, as kafsh. Ato i përkasin një mbretërie krejt më vete, dhe biokimia e tyre është unike. Kërpudhat medicinale si reishi dhe çaga përmbajnë substanca të quajtura beta-glukane, të cilat janë modulator të sistemit imunitar. Kjo do të thotë se ato nuk e stimulojnë verbërisht imunitetin, as nuk e shtypin atë. Ato e balancojnë. Kur sistemi imunitar është tepër aktiv dhe prodhon inflamacion të tepërt, beta-glukanet e qetësojnë. Kur ai është i dobët,
ato e forcojnë. Ky veprimi dyfisht i bën kërpudhat medicinale veçanërisht të vlefshme për personat me sëmundje autoimune, ku sistemi imunitar sulmon indet e vetë trupit. Kërpudha chaga përmban edhe një nga përqendrimet më të larta të melaninës në botën natyrore, e cila mbron qelizat nga dëmtimi oksidativ. Ndërsa reshi përmban acide ganoderike, që inhibojnë drejt për drejt lirimin e histaminës, duke bërë atë të dobishme edhe për personat me alergji kronike. Detaje pak e njohur është se beta-glukanet e kërpudhave nuk përthithen lehtë nëse kërpudhat konsumohen të papërpunuara. Muret qelizore të kërpudhave janë të përbëra nga kitina, e cila është e patretshme për njeriun. Prandaj, kërpudhat medicinale duhet të përgatiten si ekstrakte të nxehta me ujë ose alkool, ose të gatuan për kohë të gjatë në temperaturë të ulët për të çliruar substancat aktive. Ushqimi i 7. Farat e zeza, ose Nigella sativa. Në mjekësinë tradicionale, farat e zeza janë quajtur shërim për çdo sëmundje përveç vdekjes. Dhe ndërsa kjo shprehje mund të duket e egzageruar, shkenca moderne ka gjetur se ajo ka bazë të fortë. Substanca kryesore aktive në farat e zeza quhet timokuinon, dhe ajo ka treguar veti antiinflamatore, antioksiduese, antikancerogjene dhe imunomoduluese në qindra studime laboratorike dhe klinike. Timokuinona vepron duke inhibuar rrugën NFKB, të njëjtën rrugë që bllokon edhe kurkumina, por me mekanizma plotësuese. Kjo do të thotë se kombinimi i farave të zeza me shafranin e Indis krijon një efekt sinergjik, ku secila substancë e përforcon veprimin e tjetrës. Një zbulimi i rëndësishëm i viteve të fundit ka treguar se timokuinona ndërhyn në procesin që quhet piroptoza, një formë e vdekjes qelizore që çliron sasi të mëdha substancash inflamatore. Duke e frenuar këtë proces, farat e zeza ndihmojnë në parandalimin e kaskadave inflamatore që çojnë në dëmtime indore. Mënyra më efektive e konsumimit të farave të zeza është vaji i ftohtë i shtypur, sepse procesi i shtypjes së ftohtë ruan timokuinonën dhe substancat e tjera aktive. Doza që studimet kanë treguar si efektive varion nga 1 deri në 3 lugë çaj vaj farash të zeza në ditë. Duhet të theksohet diçka e rëndësishme në fund. Asnjë ushqim i vetëm nuk është zgjidhje magjike. Inflamacioni kronik është rezultati një mjedisi të brendshëm të çekuilibruar dhe ribalancimi kërkon një qasje të tërësishme. Këto 7 ushqime funksionojnë më mirë kur kombinohen me njëra tjetrën, kur bëhen pjesë e një mënyre të rregullt të ushqyerit dhe kur shoqërohen me gjumë të mjaftueshëm, lëvizje fizike dhe menaxhim të stresit. Trupi i njeriut ka një aftësi të jashtëzakonshme për të shëruar vetveten, por ai ka nevojë për mjetet e duhura, dhe këto 7 ushqime janë pikërisht ato mjete, të dhuruara nga natyra, të vërtetuara nga shkenca.